Studimi i fundit. Sa shpesh duhet të bëni dush në verë? Ju dërsiteni, dilni dhe mezi prisni të ktheheni në shtëpi në freskinë e ajrit kondicionuar dhe thjesht po numëroni mbrapsht edhe pushimet verore për të shkuar përsëri në punë. Por sa shpesh duhet të bëjmë dush në verë? Zakonisht ne lajemi më shpesh se sa duhet. Shumica prej nesh bëjnë dush çdo ditë për të qenë të ajrosur, me erë të mrekullueshme dhe për të ndjerë më pak njerëzor. Megjithatë, ne nuk kemi nevojë për të. Brandon Mitchell, i cili është një asistent profesor i dermatologjisë në Universitetin George Washington, tha: "Shumica e njerëzve deprojnë 3 deri në 4 herë dushët gjatë verës dhe kujdesi i dur për higjienën e trupit është një mundësi shumë e mirë për të evituar kështu edhe komplikacionet që mund të vinë në lëkurën tuaj nga larja e tepërt e saj. Duhet të dini se larja e tepërt e lëkurës do të krijojë gjithashtu edhe shqetësime të mykut. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat nga mjeku juaj ose ofrues